Gjykata e Tiranës ka vendosur të lërë në fuqi masën e arrestit me burg për 41 vjeçarin Filip Shehu, i akuzuar për vrasjen me thik të kolegut të tij Indrit Ismailari. Ngjarja e rënd ndodhi në një lokal në zonën e komunës së Parisit, ku të dy punonin si picier. Në dëshminë e dhënë para togave të zeza, Shehu ka pohuar se ishte ngacmuar dhe ofenduar vazhdimisht nga viktima. Ai nuk kishte asnjë punë me mua, sepse nuk ishte shefi im që të më jepte urdhra, ka deklaruar 41 vjeçari në gjykatë, duke shtuar se viktima e provokonte shpesh dhe mbante gjithmonë me vete një thik duke e kërcënuar. Sipas dëshmisë së tij, edhe ditën e ngjarjes mes tyre kishte nisur një debat i ashpër, i cili përfundoi tragjikisht me vrasjen e kolegut. Shehu ka thënë se ka mësuar vetëm të nesërmen se Ismailari kishte ndruar jetë, pasi në momentin e arrestimit kishte menduar se ishte vetëm i plagosur. Ai ka shprehur ngushëllim familjes së viktimës. Nga ana tjetër, avokati mbrojtës Ilir Murati ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë, duke pretenduar se ngjarja ka ndodhur në kushtet e tronditisë së rënd psikike. Sipas tij, klienti i tij vuan prej 13 vitesh nga çrregullimi bipolar dhe kurohej që nga viti 2013, çka u mbështet edhe nga dokumentacioni mjekësor i paraqitur në gjykatë. Mbrojtja kërkoi që Shehu të dërgohet për shtrim të detyrueshëm në spitalin psikiatrik dhe të kryhet një ekspertizë mbi gjendjen e tij mendore. Mësohet se 41 vjeçari është i divorcuar dhe babai një fëmije.